Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Remote, nuk e dia si jetoni të afër me njëra tjetrën, por Jo, nuk tani po ju shoh të dyja është surprizuese edhe për mua. Kemi thjesht për podcastin tënd e kemi bërë të speciale. Shaka, po jam unë me pushime, domethënë. Jam unë me pushime dhe jam rikthyer në atë dhe prandaj jemi bashkë tani, por zakonisht jemi remote të dyja. Unë nga Gjermania, ndërsa Alicia nga Shqipëri, kështu që kur për këtë podcast jemi bashkë. Ishte fati jot fix, nuk do vjer. Normalisht, të do vjera apo nuk i thuhet për këtë rast të do vjera, se mbaj më fare. Po e vendosim ne kështu siç të ti, ka problem. Rëndësika në do vjera, pak rëndësika se për çfarë arsye. Të do fisi gruas, vjera është kur gjem me bukën, ty të do fisi gruas. Të gjithë të tjerët janë këto. Eksakt. Vajza, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Buçi Podcast. Përshëndetje. Edhe me këmbë të mbarë, edhe pse ti pak e shumë episode, po gjithsesi. Edhe ai shumë nuk kam, ka të tjerë që kanë edhe më shumë, po është episodi i parë pasi pauze të gjatë nga sëmundje, nga halle, probleme, shtëpi, çaj kalamajt, bëj shaka se s'kam kalamajt, po që siç e thon njerëzit, po ç'a bëni, prezantoni çik një herë për ata që nuk i njohin. Për ata që nuk na njohin, do fillosh ti. Atëherë së pari ne vim nga pushime ku po ikim, ky podcast që na ka bashkuar dhe jo vetëm. Unë jam Alesia, jetoj në Tiranë, në Shqipëri. Dhe unë jam Ermi, jetoj në Gjermani, në Bonjin e bukur, në ish-kryeqytetin. Ne të dyja në fakt në ish-kryeqytetin. Po, në ish-kryeqytetin e Gjermanisë. Ne të dyja nuk është se jemi bërë bashkë prej podcastit, ne të dyja vim nga një shoqëri shumë vjeçare dhe kemi krijuar së bashku prej kësaj shoqërie hobin ton të përbashkët, që është edhe ku ishim e ku po ikim, për cilën jemi shumë krenare, edhe ne me mungesa, me pushime, me gjëra të vogla. Është periudhë pushimesh, edhe normalisht duhet të jesh shumë i gjithanshëm, po fix. Do robi edhe i çik pushime, që të vish me energji. Ta thojmë si kakull, jam për ca pyetje të vogla që i rregullua me grupin që parë. Janë kështu ose njëra ose tjetra. Okej. Cila nga juve është më përtace? Unë jam. Edhe pse s'duket. Sa e mundon mos të mendoni shumë. Okej. Cila nga juve zgjohet më shpejt në mëngjes? Alecia, sigurisht 100%. Cila nga juve anullon më shumë regjistrime episodesh? Të dyja. Nuk ka një, që është shumë, jemi të dyja njësoj. Cila nga juve ka bërë marketingun më të fortë që ka sjellë më shumë dëgjues? Unë kam folur shumë, domethënë në shoqërinë time, flas shumë për pjesën e podcastit, besoj. Ermi. Po, Ermi. Cila nga ju beson më shumë në Zot? Të dyja. Besojmë të dyja, kështu që. Cila nga juve beson më shumë në astrologji? Ermi. Unë, po. Cila nga juve ka më shumë shanse të ngelet beqare? Unë besoj, edhe pse ti nuk e mendon, por unë nuk gjirat. Me jetën që bëj. Të njëjtin mendim. Cila nga juve ka shanse të ketë më shumë fëmijë se sa tjetra? Alecia, është shumë familjare. Kështu që të gjithë ju çuna që po e shikoni, keni një vajzë shumë familjare. Kush e do më shumë Saliun? Asnjëra. Po unë duke qenë se jam nga Veriu, atëherë ndoshta Okej, Ermi, pra me qenë se është nga Veriu. Do përgjigjemi. Por që jo, atëherë nga ne. Në rregull.
Cila nga juve do kishte më shumë shanse të fitonte Big Brother? Jermi me dramat e saj. Po, Unë do me thënë. Unë totalisht. Cila nga juve do e bëj Shqipërinë? Vete njërë Cila nga ne të dyja do e bëj Shqipërinë. do bëj. Se di. Unë sjell frymën e jashtme. Edhe në fundit kush e solli Lorentin? Si ishte pyetja fundit? Kush nga ju e solli Lorentin? Alesja. Nuk e di, janë ndonjëherë grupet që unë i marr pyetjet janë edhe pak të çuditshme në shihet e tyre, edhe unë nuk e di se si duhet i përgjigjet njeriu pyetjes cila e solli Lorentin. Nuk Përgjithsesi, e kam iden fare, thjesht e bukur fort. po shumë të bukura pyetje, na ti pëlqen. që je jashtë, që po pyetjet kishin disa të tjera, po unë mendova që si për herën e parë që jeni në podcast, Po. ta mbajmë çik dorën në ulët, domethënë. Qeshta, mund të bëjmë Mos të një krijojmë pjesë, pa kështu. problem. Ishte interesante, më Po, mund të bëjmë një pjesë të dytë edhe. Po me se merrni, do fillojmë çik me bonën një herë, pastaj pastaj të rikthehemi në Shqipëri. Okej, atëherë, unë jam studente dhe urrej këtë statusin tim se e kam prej 4 vitesh. Edhe me zor po pres ta heq qafe, jetoj, domethënë, punoj edhe studioj, i ka për studimet në Gjermani edhe aty ngela, edhe sigurisht që financoj dhe veten time, ato lekat për bukën, do t'i bëjmë në Gjermani, teksa edhe shkojmë në shkollë edhe përpiqemi që t'ja dalim me çdo gjë të mundshme që ka jeta e emigracionit. Ndërsa unë jetoj në Po, Tiranë, të kuptoj zakonisht mirë. Ja. Po, përpara se të kalojmë te tjetra, çfarë studion? Si çdo një në 2 shqiptarë jashtë shtetit, ekonomik, se ata të tjerët studiojnë mjeksi. Ata që shkojnë jashtë shtetit për të studiuar janë ose Po për mjeksi neve na haruat ose fare për që kemi ekonomi. startuar trut me inxhinierin. Po edhe ju jeni, po Shife sa të ju të shkretët nuk e di domethënë. Ju kemi në mendime neve na tona. haroni shumë. Okej, atëherë që kemi 3 Diku grupe shqiptarë. diku thellë. Ata që shkojnë për inxhinieri, për mjeksi edhe për ekonomi. Ne do e bëjmë atë vendin atje. është juridiku shumë e rëndësishme. Jo, Ne zakonisht do e student. Jo, po zakonisht studenta që shkojnë nga Shqipëria për në Gjermani ose për studimet jashtë, nuk do merrnin përsipër që të futeshin në juridik, besoj sepse ka të bëjë shumë edhe me aftësinë që ka personi të shprehet edhe të studiojë në gjuhën e vendit ku jeton, edhe në juridik besoj kjo gjë është shumë e rëndësishme. Domethënë gjermanishtja në Po, rastin ma tim ti e njeh edhe tregun në Gjerman për sa i përket juridikut edhe mamën e se e kupton se sa vetvrasje do ishte nëse dikush do vendoset. Eksakt, kështu që nuk është mirë nëse do ta fillonin atje. Po, hajde, kthehemi në atë dhe pra. Unë jetoj në Tiranë, punoj aktualisht. Kam hequr dorë nga shkolla, shukër Zotit, e kam marruar këtë etapë të jetës time. Punoj si revenue audit quhet pozicioni që unë punoj. Dhe jam shumë mirë këtu në Shqipërinë tonë të bukur, e dua shumë atë deon. Është atë dashse pa parë. Jashtëzakonisht. Domethënë nëse ke një gjë shumë nuk duroj dot të përfshajnë Shqipërinë. Kështu, me gjërat e jetës. Megjithëse të dyja jemi shumë Çfarë nga jeni juve goca? Veriu dhe jugu janë përbashkë. Atëherë unë vi nga Mallakastra me origjinë, ndërsa ajo Nga Mirdita. Kështu që gjithë jetën i kam patur shoqet nga jugu, them drejtën. Janë, mendoj se janë bashkuar dy stereotipi i veriut që është mirditori dhe stereotipi i jugut që është mallakastrioti, domethënë është perfekte. Absolutisht, po si jeni jofur?
Jem njohur nga miq të përbashkët në gjimnaz, domethënë ne kemi qenë së bashku në një kafe edhe në fillim kur e kemi parë njëra tjetrën nuk e kemi pëlqyer si tip, unë kam qenë një person që flisja shumë, ndërsa Alesia ishte një tip shumë jam pak natyrë më e kërhitur, nuk para plata, ose kam këtë pjesë në fillim të ambientohem, e kam shumë vështirë. Edhe unë domethënë kam menduar që gjatë gjithë kohës që unë po flisja, se atë kohë punoja edhe në televizion, kam patur një emision timin, edhe mendoja sikur ajo po më paragjykonte nga që ishim grup vajza çuna edhe zakonisht shoqet e mia gjithmonë më kanë pasur ndikur që ti do të bie shumë sy sepse flet shumë. Kjo nuk është e vërtetë, thjesht unë kam artin time të folurit kur gjendem rahat. Sigurisht kam menduar gabim se unë përveç shumë kam paragjykuar, më ka pëlqyer shumë në natyrë. Edhe kështu ka lindur, domethënë, thjesht flisnim shumë, ndanim shumë biseda në Facebook në ato kohra. Se ne jemi njohur në 2014-ën. Kështu që po gati shumë vite bashkë. Vërtet. Edhe jemi shumë e patë që kemi njohur njëra tjetrën. Edhe ja ku jemi sot këtu. Vështirë sigurisht. Podcast. Sigurisht që është vështirë kur je në distancë të mbash edhe shoqërinë, po që nëse gjen personat e duhur është me të vërtet një fat shumë i madh edhe s'duhet ju mbasësh kurrë. Duhet investosh. Kjo është. Mirë, zakonisht për personat me shokët e gjimnazit, domethënë sado larg ti jesh, sepse edhe unë në të njëjtën situatë jam që i kam gjithë jemi të shpërndarë, domethënë ato katër shokë që ishim, por që është më e thjeshtë të mbash shoqëri me shokët e gjimnazit se sa me çdo lloj shoku tjetër, domethënë. Nuk e di pse. Të them të drejtën, unë Po bukur. Nuk është se e kam patur me çdo lloj personi nga gjimnazi apo me çdo mikesh, por besoj që ne të dyja kemi një shoqëri vërtet shumë speciale, sepse po të na shikosh, jemi vërtet, nëse shikon dy shoqe dhe thuaj që këto janë si motra, se këto të dy shokët janë si vëllezër, ne të dyja vërtet që jemi si motra, domethënë edhe kushdo që na shikon e di këtë gjë. Përveç faktit ne nuk është se kemi qenë në të njëjtin gjimnaz. Kupton, Ermi ka qenë në një gjimnaz tjetër, unë në një gjimnaz tjetër, edhe kjo ka qenë edhe se kur e ke ndoshta në një klasë kështu ti le gjatë gjithë kohës, pavarësisht jemi të gjatë gjithë kohës, si më thënë në shkollë. Nëse ne nuk e kemi pasur pjesë edhe ka qenë shumë e veçantë, nuk e di, thjesht mendoj që ashtu është shkruar edhe normalisht kemi punuar për ta mbajtur këtë shoqëri edhe kemi qenë sinqerta e gjitha gjërat që vjen me gjithë shoqërinë, kështu që normalisht edhe jemi shumë të lumtura që jemi me njëra tjetrën sigurisht. Gjejni vetes një shoqë shumë të mirë. Ose një shok shumë të mirë. Shoqëria është shumë e rëndësishme, absolutisht. Ndoshta kjo është edhe çelësi i suksesit edhe i kësaj gjë që ne kemi mbajtur, se ne e vlerësojmë shumë shoqërinë, kështu që besoj nuk diskutohet. Është i përputhur mendimi 100% që shoqëria është zakonisht shumë e rëndësishme. Shikoj, gjërat bëhen edhe pa shumë shoqëri ose edhe pa shoqëri fare, po janë eksponencialisht shumë herë më të vështira sesa nëse ke një partner ose nëse ke një rreth të cilit mund të ndash idetë dhe mund të bësh. Kështu që edhe vim aty tek ideja ku ishim, ku po ikim. Unë nuk e di nëse unë jam target audienca juaj, domethënë, por që kam kapur veten mbat duke dëgjuar shumë prej episodeve. Vërtet? Që janë shumë fani, disa gjëra që unë për shembull nuk do e bukura e gjës është se janë shumë tema që unë nëse do kisha zgjedhje vet nuk do merresha asnjëherë, por mënyra se si ju i flisni dhe si përcjellni, domethënë është goxha e rehatshme, domethënë edhe i krijon atë llojin atmosferës që të ngjall një farë interesi pas pak kohësh, edhe për këtë ju komplimentoj. Po na thoni çik tani, domethënë që si nga kujt i erdhi ideja, kur, si e nisët, pse e nisët, këto gjëra kështu. Po flas iniciatorja. Jo, mund të flasësh në ti se pastaj dalë sikur i marr hapësirën publicitare që ju edhe kolegës tuaj. Unë pastaj vazhdoj. Atëherë iniciatori ka qenë Ermi sigurisht, duke marrë parasysh faktin që podcasti nuk është shumë i njohur në Shqipëri, nuk ka qenë shumë i njohur se kohë fundit është bërë. Të vitin e fundit po mund të them që ka avancuar goxha, por ne kemi 2 vite. Po kemi gati në vitin e 3, ka fash avash, që e kemi hapur këtë podcast, ka qenë mars, dhe normalisht iniciatorja ka qenë Ermi në fillim, sepse
sepse unë personalisht nuk është se e kam njohur shumë, e dija diçka, por që jo shumë informacion. Normalisht ermi nga jetesa e saj në Gjermani është më e njohur me këtë pjesë. Duke qenë se gjatë karantinës nuk kishim çfarë të bënim dhe si t'i kalonim dhe t'i shtynim orët tona, e sidomos edhe nga home office, ushtosa me podcastet të ndryshme që po reklamoheshin nga youtubers sa që unë i ndiqja. Edhe në këtë formë, do me thënë në home office, është pak më ndryshe atmosfera se sa kur je në zyrë duke punuar dhe gjatë kohës që po punon edhe mund të dëgjosh diçka, mund të bësh diçka ekstra. Edhe unë nisa shumë, do me thënë, fillova duke dëgjuar podcaste të ndryshme dhe realisht po e shijoja shumë, sepse mund kisha momente që doja të dëgjoja për një temë të caktuar, mund kishte një momente që doja thjesht të qesha dhe të dëgjoja një bisedë miq që ishin komedian. Edhe më pëlqeu shumë si ide, dhe duke qenë se unë kam patur një eksperiencë shumë të vogël në po thonim që iniciatore ishte Ermi, që jam unë. Edhe kjo erdhi si pasojë që për shkak të karantinës në kohën e Covidit, unë u përballa, si thua, ose u shtosa me këtë platformën tjetër që ishte Spotify dhe ana e podcastit, duke ndjekur disa influencera edhe disa youtubersa që kishin hapur podcastet e tyre. Edhe më duk shumë interesant sepse gjatë kohës që isha home office, mund të dëgjoja ato edhe kisha një shpërqendrim, si thua, nga ajo çka po bëja remote, sepse nuk ishte diçka që, si kishte momente që unë nuk duhet ta përdorja shumë trurin dhe ishin gjëra manuale. Edhe plus që unë jetoj dhe vetëm, edhe gjatë kohës që bëja punë ose bëja diçka, gjithmonë kisha një podcast që e dëgjoja. Edhe aty pastaj nuk e di, po besoj që u ka ndodhur shumë personave që gjatë kohës Covidit janë filluar shumë edhe me përmirësimin e vetes, edhe kanë bler libra ku donin zbulonin më shumë lumturinë shpirtërore, lumturinë mendore dhe i jepnin më shumë vlera këtyre gjërave, sepse sigurisht nuk kishim këtë përballjen fizike me njerëzit, po donim të kuptonim disa gjëra më të thella. Edhe ato gjërat që dëgjoja, sidomos ato të përmirësimit personal, realisht po më bënin sens edhe po më pëlqenin. Edhe si thua se si budalla ndonjë ose ndonjë ose mamin ose nuk e di ndonjë mik të afërm që po të thotë gjëra të bukura që të mbash pak atë qetësinë tënde, se realisht në ato kohë Besoj një kohë shumë e vështirë në fakt. Unë kam vuajtur shumë. Sidomos po, unë kam vuajtur shumë, duke qenë se besoj e kemi ndjer shumë ne që kemi jetuar jashtë edhe këtë mungesën e kontaktit fizik me njerëzit, edhe vuajta, nuk dua të them depresion, sepse është një fjalë shumë e madhe, po asaj rrugë. Asaj rrugë, në atë qose. Po, normalisht të më thënë, shiko, ka qenë një periudhë shumë e vështirë për shumë njerëz, po mua më bëhet qefi për diçka që është të qartë që juve, do të thënë si unë, edhe si një pjesë e madhe edhe e shoqërisë time, në vend që të zhyteshit në atë zymtësinë e momentit, vendoset që të bëni diçka tjetër, domethënë siç edhe ti për përmirësimin e vetes, po pastaj edhe për kjo iniciativë e podcastit që në fakt unë nuk e di sepse nuk e kam dëgjuar as domethënë të gjithë podcastet shqiptare, po deri tani më të njëjtin format, me të njëjtin material që ofroni juve, domethënë ahoa nuk e kam hasur. Edhe është edhe një cheat code, domethënë se nëse dëgjon ato podcastet tuaj si mashkull edhe shikon disa gjëra në botën e femrave, domethënë se ja ke iden fare, edhe për herë të parë bie në kontakt me thuaj që well, mund ta përdorim për diçka dikur. Shumë këshilla ne. Jo, është vërtet sepse japim një këmbështrim tjetër. Siç e tham, janë realisht muhabete aktuale që ne do t'i bënim një kafe nëse do bashkoheshim bashk, sepse zakonisht zhytemi në këto mendime, edhe tham pse jo ti flasim edhe ti mos të tregojmë ndoshta eksperiencën tonë që dikush ndoshta e gjen veten, pse jo. Edhe sidomos se ti na bëre pyetje, nuk e dia jam targeti i audiencës tuaj, po pse jo, pikërisht e kape shumë mirë ti ato pikën që
edhe meshkujt të kuptojnë se çfarë ndodh në trurin e vajzave, sepse nuk e kemi përqendruar vetëm në gjininë femërore podcastin ton, ka qenë ndoshta shumë edhe për meshkujt në shumë, ne madje flasim shumë shpesh. Po, e vërtet. Alisa më bën shumë, Alisa më qorton shpesh se thotë kemi kthyer në një podcast dashurie, ku flasim vetëm për çunat, lidhjet, problemet, ndoshta është problemi. Ndoshta është problemi i momentit. Se kur vjen një problem. Unë se shoh si problem hiç, përkundrazi unë mendoj domethënë se çdo lloj beqari ose çdo djalë që e ke parasysh si kemi kaluar unë edhe 99.99% çdo mashkulli që plako qa do kjo se ma ojë zarin, domethënë thjesht e kaloni një nga podcasti plak, hidheni një si qa thon gocat edhe normalisht do njëri e si kundërt edhe është ndryshme tjerë, po jam shumë i bindur që 99% atyre gjërave janë copy-paste edhe do funksiononin në një situatë normale në interaktivitet, të paktën në fillim. Edhe meshkujt nga Marsi, shpresoj mos t'i ngatroj të dy planetet, po që ka të bëjë jashtëzakonisht shumë mënyra se si mendojmë ne dhe duke e parë edhe nga shoqëria jonë që mendojmë në një mënyrë të ngjashme, nuk është se kemi shumë ndryshime, ndërkohë që edhe meshkujt në anën e tyre mendojnë në një mënyrë të ngjashme, por që nuk ka fare lidhje me mënyrën se si i marrin në gjërat, që thellohemi kaq shumë në mendime dhe jemi shumë ndryshe. Siç e thua dhe vet, çfarë do kjo se ma ul qitrori. Jo, një nga ato që më ka pëlqyer mua që mund ta veçoja, domethënë ishte, nuk e din nëse është i fundit që ju e keni postuar apo i parafundit, ku po flisnit që një letër të partnerit të arshëm apo diçka e tillë. Ajo ishte diçka vërtet e bukur, domethënë, okay, është girly, se normalisht nuk po e bëj unë, juve po e bëni edhe ju takon ajo gjë, por mënyra se si ai është i shtjelluar, domethënë, pavarësisht se është cheesy ndonjëherë, vjen ndonjëherë edhe për të qeshur, është ka diçka aty domethënë që le të themi të drejtën, ja vlen ta dëgjosh edhe ja vlen ta analizosh deri në një farë pike, domethënë, se ka diçka aty që mund të ndihmojë shumë njerëz që janë në konflikt, sidomos me veten, pavarësisht pastaj me partnerin. Po, e vërtet, po. E vërtet, sepse ne nuk e di se sa e vërtet është, po ajo që ka mendojmë ne është që për shembull një mashkull nuk shprehet shumë ndjenjat dhe mendimet e tij në lidhje, në shoqëri nuk është se kemi shumë të afërt, po zakonisht nga ato që ka dëgjojmë është se femra shprehet më shumë dhe mashkulli pak më pak ose fare. Nuk e shfaq atë pjesën emocionale të thoja unë. Edhe ndoshta është mirë ta bëni ndonjëherë. Se ne këtë është mirë, po nuk jam më fan si këtyre lojrave moderne, domethënë që të filloj mashkulli dhe të tregoj çfarë ndodhi ditën në punë, domethënë se nuk manja se ka mjaftueshëm hapësirë për të dy. Ka një arsye pse këto marrëdhënie le të themi tradicionale funksionojnë, sepse njëri nga partnerët ka dhe raste kur femra është edhe shtylla emocionale, domethënë, por në përgjithësisht duhet ajo hapësira që partnerja domethënë të shfryhet të ndihet e sigurt në krahët e atij mashkullit. Unë nuk jam gjithmonë pro domethënë që gjatë gjithë kohës duhet të tregosh çdo lloj gjëje. Jo, plako, sidomos puna, gjërat nuk sillen asnjëherë në shtëpi. Jo. Do t'i japësh domethënë komfortin. Unë besoj te këto, le të themi, arketipet e mashkullit, domethënë që duhet të ofrosh një lloj të kaluar materiali, domethënë edhe providing këto, si ato jeni dhe juve, le të themi, si thon Zeuge, se s'po më vjen se ti jeni në bon. Apo nuk e di. Edhe ne jemi Jo, jeni dëshmitar, jeni dëshmitar që po e te kalojmë, sepse janë të dy partnerët që punojnë gjithkohës, por ajo që është akoma generalisht gjithmonë e përgjithësuar që është akoma monopoli meshkujve është le të themi deri diku shtylla kurrizore emocionale dhe unë mendoj se çdo mashkull duhet të jetë i përgatitur për këtë. Po. Atë mendojmë edhe ne. Kështu. Po që ti do paguaje në një date me një vajzë në datein e parë? Po në qoftë se unë gjithmonë do e paguaja datein e parë. Paguaje. A do ta lija unë të paguaja? Jo. Të parë në atë vajzën. Të parën jo, asnjëherë në botë. E kemi shpesh herë në atë. E di, po ma mendja se ermi
mund ta ketë përjetuar më shpesh këtë në Gjermani, sepse edhe kulturë për pak e ndryshme. Po kjo është një nga arsyet pse nuk funksionon asnjëherë me femrat nga jugu, domethënë, siç janë, mund të jenë italiane, greke, shqiptare, edhe nuk shumica nuk funksionon me nordikët, domethënë, sepse janë edhe ajo klisheja e famshme që janë të ftohtë po njëherë, po që edhe këto modernitetet e reja, ajo nuk do dalë një njeri bankrupt se pagoi një tavolinë, ai është thjesht gjesti, domethënë që kjo ishte fan për mua, domethënë, edhe unë po të ofroj këtë gjë që është e papërfillshme. Asaj gjëje që po kaloni të dy, se nuk do me thënë tamam, siç e the ti vetë, që nuk do me thënë që mua bie nga pasuria ime po të paguaja të kafen, se është totalisht. Thjesht për një femër besoj që është shumë e rëndësishme, sidomos për femrat shqiptare që janë rritur në shoqëri patriarkale. Ne po mundohemi të largohemi këtyre shoqërive patriarkale, por gjithsesi e kemi këtë figurën e babait, figurën e mashkullit, edhe kur dalim në një date duam që edhe atë ta shikojmë pak a shumë si një jo provider, nuk do të thënë provider, po në një farë mënyrë të tregoje pak më shumë nga vetja. Do me thënë që, unë mundem për ty, do ta bëj unë hapin e parë. Pastaj, ne nuk flasim për datet e tjera, apo kur krijuar ndoshta një marrëdhënie, sepse normalisht nuk mund të presësh vetëm nga mashkulli, sa është idiotësi se kur krijon një diçka më tjetër pastaj. Pastaj unë them gjithmonë, femra ka make-up, ka një rimel të shtrenjtë, një pudër të shtrenjtë, ka një Si më dole në shteksit, se tani fillon çdo lloj gjëje. Më falë o zonjush, tani kush ta kërkoi ty në kontratë blesh të gjitha ato mekat e tjerë. Ka shumë e pret që një femër të jetë e paraqitshme kur të vije në një date me ty. Është vërtet ajo. Kështu që se për ndryshe unë doja t'ju kundërshtoj në mënyrë shumë sjellshme të kjo pjesë, sepse unë me çdo partneri që kam pasur, domethënë edhe që kam edhe inshallah s'do kem të tjera, po që nëse kem të tjera kam një gjë që për mua është është gjithmonë thjeshtësia. Unë duhet normalisht nuk kam mashkull që nuk do që femra vetë të jetë e paraqitshme, më e bukur e tjerë nuk diskutohet fare, por mua më duket si egzagerim që të themi të drejtën janë femra që i detyrojnë femrat e tjera, domethënë të bëjnë diçka ekstra që të ndahen nga grupi, kur ne meshkujt domethënë plako ishte shumë nice plak, e kupton se kishte një vi më shumë apo një vi më pak, se kishte atë mek pudrën apo kishte një material tjetër, as nuk ja ka ide njeri fare. Duket që ke informacione. Gjithsesi, prap dhe unë do të kundërshtoj, po jo, dhe do ta kundërshtoja. Të lutem vazhdo. Gjithsesi, se nuk më pëlqen, mund të jesh ti ndoshta pak më i veçantë se të tjerët, se përgjithsisht shqupon të gjithë që na pëlqen thjeshtësia, por pastaj shkojnë gjithmonë të shikosh goca që ndoshta ndjekin për Instagram ose që ndoshta dhe i kërkojnë dhe i flasin, janë gocat që janë më të kuruara. Më falni për zërin. S'ka gjë. Jo, është e vërtet. Do me thënë, këto që shikojmë dhe reagimet tona janë çka pasojë prandaj. Por nuk besoj që ne nuk e bëjmë edhe për një mashkull. Ne duam të ndjehemi vetë mirë. Është e vërtet. Kjo është e vërtet. Nëse unë dal edhe lyhem edhe rregullohem, nuk e bëj fare për ato, po dua të ndjehem mirë me veten time. Edhe ne të jem një formë konfidencë. Dhe ne kemi edhe se çfarë të bëjmë. E ke parasysh me veten tonë, si të thuash. Po unë dua të them një sekret që është edhe i ditur, por është deri diku mashkullor që shiko, unë e kuptoj këtë dhe një pjesë e këtyre është shumë e vërtetë, domethënë që bëjnë like në Instagram e tjera, por duhet të keni parasysh domethënë dhe çdo vajzë single që dëgjon këtë që ai like-u dhe ai DM-i në Instagram DM mbetet, domethënë. Është tjetër gjë të kërkosh një date dhe diçka me një partner. Po flasim për meshkuj tamam, nuk po flasim për gjimnazistë, domethënë që thjesht duan të lëshojnë hormonet, ideja është se ai aty mbetet, domethënë. Dhe jam shumë i sigurt, domethënë që shumë vajza, domethënë, sidomos shqiptare që janë të goxha të zhdërvjellta me fjalët, domethënë që e them nga eksperjenca, këtu në Berlin kanë shumë herë më shumë për të ofruar nga vetja se sa ajo gjëja, le të themi, ajo fasada që çdo njeri e ka, edhe unë si mashkull e kam, mbase asnjëherë sa e ka një femër, po çdo njeri e ka, edhe
ideja është që ajo është thjesht luringin, ajo është thjesht tërheqja e parë, por duhet të jesh e përgatitur me të gjitha armët, me artillerinë e rënd në qoftë se të vjen robi. Shumë e vërtet. Duhet ta tregosh veten edhe në forma të tjera se sa ajo, siç thënë ti fada, Por atë e tregon në datin e dytë, në datin e tretë, kështu që kjo është këtu bëhet lufta e madhe, se si të kalosh nga deti i parë në detin e dytë, se në detin e parë. Tu ngjesh në deti i parë. Aty Po është shumë e thjeshtë për meshkujt të kalosh nga deti i parë. Unë nuk e kuptoj, domethënë që pse kaq shumë vajza kanë probleme kohët e fundit, domethënë pavarësisht se jam i bindur që secila nga ju si single apo e nxan me DM-in do ta ketë plot, po gjithsesi kjo nuk ndodh me meshkujt, edhe e vetmja gjë që meshkujt kërkojnë nga deti i parë në detin e dytë është që në 10 pyetje njëra t'i drejtohet atyre. E kupton që të kemi edhe ne një çik. falenderojmë. Të falenderojmë se nuk e dini këtë. Jo, do të marrim, shiko se i ftuari i radhës do jesh ti. Do na kthesh Bëjmë tokën vështrimin, po pra po, do na i kthesh qokën tamam. Me këmbë vështirë. Jo, është vërtet, shiko, meshkujt janë krijesa shumë thjeshta, e kupton? As nuk duam të jemi qendra e vëmendjes. Janë shumë thjeshta. Kjo është e komplikuara për ne, se janë shumë thjeshta dhe i mendojnë gjërat shumë shablon, shumë Po mos mendo se ke një mbashur, duhet mendosh sikur ke përballë një fëmijë. Edhe një fëmijë ka do akulloren, do çokoladën, domethënë, edhe ato dy gjëra duhet t'i luash thjesht. Thjesht do të rregosh akulloren dhe çokoladën. Edhe aq ishte domethënë. Por ndryshimi nga fëmia është që në atë datin e parë duhet të tregosh atë, domethënë minimumin e interesit, duke në qoftë se të pëlqen personi, pastaj se kalojmë nga fizika, se shije është domethënë, dhe shija e femrave për meshkujt është shumë herë më komplikuar se sa e meshkujve për femra. Edhe në qoftë se ti e bën atë të ndihet si një rob i rëndësishëm, domethënë, sikur edhe për 2 minuta, sikur ai mund të japi diçka, sikur mund të sjellë diçka nga vetja e tij, e fitove second dating, domethënë është kaq e thjeshtë. Okay. Në qoftë se nuk kemi rezultate mira pas këtij podcasti, do jetë shumë fatale. Faktik pjesa e texting, si interpretojnë meshkujt mënyrën se si dërgojnë mesazhe vajzat, domethënë pëlqeni ose nga këvështrimi jot sigurisht pëlqejnë më shumë vajzat që shkruajnë shpesh me juve apo vajzat që nuk ju kthejnë përgjigje eksakt, ju bëjnë interesante, ju kthejnë përgjigje pak me vonesë, ose tregojnë shumë interes. Pa dashur të ofendoj për shembull meshkujt e tjerë që mund të pëlqejnë diçka të tillë. Për shembull, unë pas mesazhit të dytë që nuk e marr përgjigjen atëherë kur unë e dua, mbaroj fare. As nuk them që pse nuk kthen, as pse nuk shkruajte fare. Ghosting komplet, thjesht fshi numrin, vllai, mbaroj punë sepse shiko, në qoftë se ne kemi arritur deri në këto vite, domethënë që kërkojmë barazin, i bie që rëndësia e asaj gjës që ne kemi nisur për të folur është e barabartë nga të dyja anët, domethënë, edhe më besoni që edhe juve nuk do e doni asnjëherë një mashkull të tillë që të presi deri sa me nder muhabetit ju ngrihet juve, domethënë të mbaroni me të palosur rroba që t'i ktheni atij. Në një largpamje, domethënë nuk do e doni mashkull të tillë që çfarë lloj gjë të bësh ti, okay është ai, e kupton? Ska, duhet të ketë pak shkëndijgje, duhet të ketë kërkesa nga dy anët gjithmonë. Po vërtet. Na pëlqejnë përgjigjet. Jo, është vërtet, është vërtet. Po tamam. Mendoj po si ty. Gjithsesi, unë jam toksike. Unë jam pak toksike, do me thënë, jo, absolutisht, nuk jam një person që po të më minjorosh ti mua një ditë të tërë, edhe unë të njitem nga mbrapa, po edhe këto, do me thënë, në fillime dua që ta bëj pak lojen interesante me atë person që po njoh, dhe jo direkt ai zemra shpirti edhe po jo, ke deklaruar të gjithë dashurinë edhe qëllimet e tij të jetës me mua. Kjo nuk më pëlqen, do me thënë. Dua që njëra të vijë graduale. Edhe zakonisht kur bëhet shumë intensive në hapat e parë, përfundon dhe shumë shpejt. Kështu që nuk po them për pjesën e mesazheve që nuk e di të t'injorojë për një kohë të gjatë, por që
ta marrësh avash si thuash, njohjen. Okej. Jo në rregull, shiko, po intensiviteti do të thënë në një pjesë të mirë është negativ, por do të keni parasysh që janë edhe meshkuj, domethënë, janë edhe disa njerëz siç kam qenë dhe unë kohën përpara, domethënë, edhe që deri në një farë pikë vazhdoi të jem aty, se është edhe natyra e njeriu, domethënë, që e kanë vënë edhe kolegët e mi si ka këto gjëra lidhen gjitha bashkë, është një mishmash. Për shembull, unë kam një teori, domethënë që ne që zakonisht jemi për këto lëndët inxhinierike që mendojnë në mënyrë racionale, domethënë që i ndajmë çdo gjë që të ketë një skem që funksionon, zakonisht nuk kemi shumë nera të presmi se duam që gjëja të bëj sens. Ke parasysh, edhe loja është e bukur, nuk ka asnjë mashkull që nuk e dashuron atë lojën në fillim kur bën pak vështirë, në kupton kthej një përgjigje provokative, pastaj të kthej një përgjigje komplet fare nga atë që prisje, nuk diskutohet ajo, po ideja është që është intensiteti i të përgjigjurit duhet të jetë aty, sepse një mashkull që ka kaluar atë pjesën e pasigurisë së vetvetes do thoj që plagot çdo merre mund tash kur të kthehet, kur e di ku jam unë. Qëllimin që ka, është i qartë dhe nuk do të merret fare me lëra fjalësh. Duhet të arrijë qëllimin e vet, dhe është komplet e qartë. Gjithsesi ti varet edhe nga momenti se ku janë. Eksakt. Domethënë ka meshkujt dhe femrat. Ka shumë situata. Po ideja është që për femrat është është më e thjeshtë të luajnë jackpotin, domethënë se unë jam i bindur mbase unë kam dhe gabim, se u çat di unë normal jam si gjithë tjerët, por që mendoj se për meshkujt është kështu si bilet lotarie, scratching, domethënë kur dashurohet me një femër, kurse për një femër është projekt, domethënë. Një femër e ka aftësinë, jam i bindur që e ka aftësinë të shikoj potencialin e një mashkulli, domethënë, që mund të jetë edhe kot për momentin, por që mbasi kalon ajo mendon që okay se ky tani për shembull nuk ka lek, po ky është ka shumë vullnet, ky punon fort, ka ide për veten e vet, domethënë dhe arrin. Dhe ka aftësi femra. Është për ta ndryshuar. Kurse mashkulli, domethënë po ra, kushdo që të jetë ajo iku, mbaroi, game over domethënë. Vërtet. Po e kanë vetë vështirë për të rënë. Jo, unë mendoj që mashkulli kanë vështirë për të rënë. Femra unë mendoj që dashurohen më shpesh dhe më shpejt. Po. Ndërsa mashkulli nuk dashurohet më shpesh dhe shpejt. Po, dashurohet shumë thellë. Edhe i duhet një kohë, unë nuk e di se unë thjesht flas në këndvështrimin e një vajze, një femre si e shoh, por që mendoj që kur dashurohen vërtet shumë dhe i duhet një kohë gjatë ndoshta pasi mund të jenë ndarë apo ku ta di unë, që ta rimarrin veten. Po këtë çfarë mendimi keni për meshkujt shqiptarë? Janë të mirë. Përveç se janë të mirë. Çfarë mendi filloje? Se po e mendoj, çfarë mendimi kam. Përveç faktit që unë nuk do bëja kur me tuaj, për shumë personalisht nuk e di, se ndoshta dhe s'kam eksperiencë time që të jetoj jashtë apo të kem lidhje me njerëz që jetojnë jashtë, të jenë tuaj, kanë kulturë të ndryshme. Unë personalisht vetëm me shqiptarë do merresha vesh, sepse fakti që jemi nga një njëjti vend, kemi të njëjtën kulturë, flasim të njëjtin gjuhë, bërtasim në të njëjtën mënyrë, e zihemi në të njëjtën mënyrë, më duket sikur do merresha vesh dhe do kuptohesha gjithmonë. Kështu që thjesht mendoj që janë shumë gjentila, realisht. Është kjo pjesa e nuk të lën që ti ndoshta të ndihesh ku di unë Okej, unë s'po e gjej dot. Që e parëndësishme, domethënë. E parëndësishme, bravo se s'po vjen. Kështu që mendoj se janë, nuk e di, ka kompliment më të mirë se sa gentila. Edhe janë të mirë, realisht, janë shumë të mirë. Unë mendoj që janë gentila, janë të mirë, janë bukurosha, e bajnë veten, të gjitha. Besoj që të ofrojnë një siguri shumë afatshkurtër. Ose unë do thoja siguri afatshkurtër. Unë do thoja që të ofrojnë afatshkurtër, ndërkohë që meshkujt e huaj e kanë më të vështirë që të fillojnë një lidhje me ty apo që të bëjnë këtë commitment, sepse ta thonë interesin e tyre çka kanë në fillim, nëse duan thjesht për seks, nëse duan për një lidhje, nëse duan për diçka casual, por kur e ndajnë mendjen mirë për ty. Ndërkohë që mashkulli shqiptar, duke qenë se ne sado që kemi përparuar me mendjen tonë femrat në Shqipëri, prap nuk e kanë të thjeshtë të marrin këdo, e ke parasysh edhe për të përmbushur nevojat e tyre seksuale. Kështu që pak a shumë
Jo, po, sepse si shoqërinë kemi paragjykime, kështu pak a shumë i duhet që ta mashtroje atë tjetrën për të arritur atë që do. Edhe nëse ai nuk ka një interes shumë të gjatë, domethënë do ta bëjë të jetën shumë të bukur në ato 1 javë, 2 javë, 3 javë, 1 muaj. Nëse po varet, varet nga qëllimi. Sigurisht që varet. Unë e kuptoj që Po shumë më duket mua personalisht. ose kohët e fundit do thoja që është bërë shumë e thjeshtë për të njohur njerëzit, edhe meshkuj. Domethënë nuk është se ka më meshkuj që do të gënjenin, siç është kjo që thotë Ermi. Janë shumë raste të rralla, sepse është bërë aq e thjeshtë fakti dhe lidhja me vajzat, saqë nuk është se duhet kaq kohë për ta gënyer tjetrën që ku di unë, ndoshta të marrësh një Jo qëllim për ta gënyer, jo për ta gënyer. Thjesht mendoj që këto raste kështu janë 80 me 20 këto që 80% e vajzave shqiptare mendoj që kanë plane më afatgjata. Kur njohin një person që e pëlqejnë, duan që me atë të krijojnë një lidhje. Ndërkohë që sigurisht çdo njeri mendoj unë, si huaj, si shqiptar, ka momente në jetën e tij që nuk e do këtë gjë, do thjesht që të shijojë rininë e tij. Dhe ne si femra shqiptare kemi pak të vështirë ta pranojmë këtë fakt, sepse nuk jetojmë me atë ritëm jete si jashtë shtetit. Këtë dua të them. Edhe për këtë arsye mendoj që nuk e di. Në fillim edhe shumë anë të mira pozitive, se janë shumë të gjendshëm, domethënë të ofrojnë këtë sigurinë. Unë pak më kështu e mendoj, nuk e di se nuk thash, nuk kam E di pse ja u bëra unë të pyetje domethënë sepse në për nuk e di nëse jeni dini për të Buçi sponsorizon tavolinën, kemi hapësirën publike, ato spaces që kemi bëjmë në Twitter, domethënë përveç Buçi podcast me episodet e veta ka dhe gjëra materiale që janë të tjera bonus se gjithkohës edhe ke pasur debate edhe me femra, si më duket kur e them, me vajza ose gra të tjera që se tingëllon, nuk e di, tingëllon të çike thatë kështu femër. Oh, femër. Po që kemi pasur, unë kam vëre që Ermi nuk e di sa mund të më mbështesësh ti, po ka një pjesë jashtëzakonisht shumë të madhe të vajzave shqiptare që janë jetojnë jashtë Shqipërisë, që vetëm nxjerrin vrerë për meshkujt shqiptar. Por në mënyrë sistematike, pa baza, edhe duke i futur çdo njeri në të njëjtin thes, edhe në qoftë se unë do guxoja të bëja të njëjtën gjë për femrat, atëherë unë do isha maskilist, do ureja gratë, e kupton, do vi çdo lloj epiteti të mundshëm, domethënë, sepse është gjithmonë one sided, është double standards për çdo lloj gjëje. Dhe kjo është diçka që unë e luftoj në mënyrë aktive gjatë gjithë kohës. Jo, kjo sepse kur si thuash ka dhe pak më shumë të drejta për të folur dhe prandaj ana tjetër, siç e thua ti one sided, do merrte më shumë, si thuash, paragjykime për mënyrën se si shpreh. Dhe kuptoj këtë gjë që sapo thua. Po ideja është domethënë që eksperiencat që persona të ndryshëm kanë ndarë, domethënë për Twitter Spaces të hapësira publike që ne kemi bërë, nuk është se kanë automatikisht nuk kanë të drejtë, kanë të drejtë. Por ideja është që për shkak të XY eksperiencave personale, këto lloj vajzash vendosin që automatikisht çdo lloj mashkulli që ka lindur në një lloj territori shqiptar është automatikisht bler. Edhe këtë mund të dërgoj linke të episodeve që ta dëgjoni vetë domethënë edhe të lemeriteni domethënë me çka thënë. Jo, unë thjesht dash një mendim duke bërë krahasimet, por duke qenë se dhe vetë kam patur të bëj me të huaj tjetër, edhe me shqiptar. Duke qenë që unë i pëlqeja dhe thash anët pozitive, Ermi tha. Absolutisht, ama faktin aty çka përmendi Alesja, fakti që shqiptarët janë shumë të gjendshëm, bëjnë shumë jo vetëm për ty, po edhe për familjen tënde, gjë që për ne është shumë e rëndësishme, ata që janë familjar sigurisht. Këtë nuk e gjen dot, ka shumë cilësi që nuk i gjen dot tek një huaj. Është e vërtet. Kështu që, domethënë, unë tani nuk është se mund të them që patjetër dua huaj ose patjetër dua shqiptar. Varet një person që do doja unë ta kisha afër vetes, ndoshta do t'i kisha dashur ca cilësi që unë i kam parë tek i huaj, edhe ca cilësi që unë i pres se është shqiptar. Kupton, një miks i mirë. Fakti që unë thash këtë gjë është sepse këto eksperienca kam patur se këto kam dëgjuar, më kupton? Jo, po janë edhe gjëra që të bëjnë përshtypje, edhe që të bëjnë përshtypje. Fundja ajo godet më shumë edhe por nuk do eliminoj absolutisht asnjë mashkull shqiptar që do të njihet me mua vetëm se është shqiptar.
absolutisht jo, sepse do ishte gabim. Unë e thash një arsye shumë fort në fillim se për çfarë mund merresh vesh me shqiptarin, se thjesht fakti që flet gjuhën tënde dhe kuptohesh shumë mirë me të, nuk e di. Mua më duket e jashtëzakonshme kjo, se di. Është aja dhe oja, po ideja është se problematika më e madhe se është ky trendi, domethënë, se ti e përmend pak më para patriarkatin që mua si fjalë më pëlqen fare sepse ma ha mendja që edhe në shtëpi tuaja, siç në shumicën e shtëpi shqiptareve, ligjin nëna e ka bërë, nuk e ka bërë babai ndonjëherë, kupton. Kështu që në pjesën më të madhe është edhe në qoftë se duket sikur e bën babai, është kështu papet master, domethënë është nëna që mbas vijave domethënë rregullon çdo gjë. Ne kemi një matriarkat pasiv në Shqipëri, edhe në të gjithë jugun e Evropës, edhe në Orient pasaj që vazhdon, që është një çuditëri shumë e madhe domethënë, por që në fakt funksionon edhe funksionon në një mënyrë shumë të mirë. Ideja është ky trendi tash që të viktimizohet çdo lloj njeriu, që unë do të prandaj do doja ta diskutonim shkurtimisht bashkë me ju këtë, sepse jo feminizmi, jo leshi preshi këto gjërat e tjera që unë nuk besoj asnjë gjë, unë besoj vetëm në humanizëm, në njeriu si individ dhe asnjë lloj gjëje tjetër. Ka filluar domethënë që themi jo po jemi kështu, vajti vrau ai robi 4 graqi i theri me thika domethënë, dhe automatikisht çdo lloj mashkulli shqiptar për 4 muaj nga nëse ka pasur të dashur feministe ka ngrënë mut. Me ndër muhabetit domethënë, e kupton, gjithë mllefin aty ja kanë zgjerë ti. Meanwhile ky shkreti si duket edhe atë mëngjezin ja ka zgjuar në krevate dhe ç'a të bëj un tani, më thoj ti ç'a do. Domethënë është ndonjëherë sikur mos të ishte e komplikuar mjaftueshme që ne të kuptonim femrat, na duhet dhe kjo gjëja tjetër tash, domethënë që edhe kur bën ai gjë ai tjetër që ti s'ke lidhje fare, domethënë, ndjehesh disi përgjegjës domethënë dhe nuk di as si të reagosh. Jo, mendoj që është pak në natyrë njerëzore që ne krahasohemi dhe i vëmë në punë llampat pastaj kur marrim një informacion të jashtëm. Besoj që edhe për juve po të dëgjosh, nuk e di, një rast të tradhtie nga një miku jo që e ka tradhuar një gruaja ku ajo nuk është dukur fare që mund ta bënte këtë gjë, do thuash dhe ti vet pastaj, po prit një herë se mbase edhe kjo imja duket shumë e mirë, po mund bëje diçka. Unë kam një politikë të ndryshe të brendshme në lidhje për sa i përket tradhtisë. Edhe funksionon vetëm me njerëzit e shëndetshëm që dinë deri diku të zgjidhin partnerët. Edhe politika ime është në momentin e parë që ti mendon se partneri ose partnerat e tradhton, mbaroi, mbyllë çdo gjë, domethënë, sepse edhe në qoftë se ajo nuk ka ndodhur, edhe në qoftë se nuk është tradhtuar, vetëm fakti që ty ai individ të ka çuar deri në atë pikë, domethënë që ti të aludosh rreth asaj, domethënë që s'është i duri për ty sepse nuk të ofron atë lloj sigurie. Një njeri që të jep ankth nuk është për ty, kaq, se nuk mund të mbash njerëzit as me frikë, as ku ta di unë. Se thjesht duhet zgjedhësh paqen. Në momentin që ke paqe me një person, aty është okay. Edhe kjo është vetëm ajo gjë që kërkojnë meshkujt, që të përforcojnë pikën e parë. E kupton, meshkujt nuk duan edhe kur vinë nga puna, edhe nëse ka ndodhur Armagedoni në punë, kur vinë në shtëpi nuk do asnjëri të thojë që opo unë bëra këtë punën, pa i shefi më tha ashtu. Jo, asnjë mashkull nuk e do këtë. Vetëm gjë që mashkulli do është që të vinë në shtëpi të gjejë një ambient të rehatshëm, të gjejë të mbështesi kokën diku. As ne nuk e duam këtë pjesën që hallet e punës ti marrësh te shtëpi. Gjithsesi jemi në natyrë më shprehse. Edhe pse mendoj, automatikisht e nxjerr, domethënë sepse femra nga që mendojnë edhe shumë herë më shumë vet për këtë gjëra janë overthinker, domethënë eksponencialisht më shumë se sa meshkujt, ose të paktën nuk e kam atë. Prandaj vdesim më përpara ne, kupton se ne i mbajmë gjitha për brenda. Domethënë edhe vetë 60-at pa atak kardiak, se ke gjatë gjithë kohës i mban çdo gjë brenda këtu. Edhe normalisht, hajde, për të mira gëzime, e kupton? Por që ideja është edhe gjatë gjithë kohës se dua ta stresoj këtë se shumë e rëndësishme kjo për mua, që flas gjithmonë për meshkujt të hajrit, domethënë nuk flas as për abuziv, as për kriminal, as për leshi preshi, po flas për një mashkull normal që e ka deri diku, le të themi, në vi gjën, vetëm ajo që kërkon një mashkull në jetë nëse bashkëtoni është qetësia, është ajo paqja kur vetëm në shtëpi të gjej dikë, domethënë që interesohet për të, që ka para përgatitur diçka për të, ku dëgjon movie night, kokoshka,
por e thjesht të fiket, e kupton, të ri në krevat, mbështesi kokën e mos të bëj asnjë gjë, domethënë që juve nuk e kuptoni dot këtë gjë, po neve kemi qejf që të rim pa bërë asnjë gjë, një vetëm të rim, kështu kot. Jo, edhe mund ta kuptojmë, sepse pa ka shumë eksperienca të ndryshme, të mësojnë shumë gjëra, edhe realisht edhe unë në këtë konkluzion kam dalur, si femër vetë që jam, që mashkullit thjesht duhet t'i japë shqetësi dhe ai është i aftë të dhurojë gjithë botën. Nëse Sigurisht. Edhe sa më shumë vajza të kuptojnë këtë, aq më mirë do të lidhja, por do të themi se edhe unë tani po duket sikur po flas më shumë për vajzat, por edhe meshkujt duhet të ofrojnë një lloj sigurie, që unë përmenda të parën, domethënë dhe është gjëja më e rëndësishme. Nuk ka asnjë lloj trendi, or edhe për 100 vite të kalojnë, çfarë lloj vale feminizmi të jetë, duhet të jetë shtylla kurizore e minimumi i gjendjes emocionale, maksimumi pastaj edhe provider e të tjerë. Po minimumi duhet të ushtrosh siguri. Se nuk do jemi kurrë të barabartë, këtë nuk kam pajtuar kurrë barazia gjinore. Mashkulli është mashkull edhe femra është femër. Femra është ndryshe, mashkulli është ndryshe. Kështu që bëni çik reklam sa të marr çik birën tjetër, unë se më mbaroj kjo. Nice. Kish inshallah ka dalë mirë ajo Publicitet. Inshallah ka kamera ajo, nuk e di si jam si. Më vjen. Por që Tararam. Inshallah bëhet upload në mënyrë të saktë se kam Qa është? shpresoj 72. Mua. Share love. Opa, bira i Gjermane. Në Berlin, a? Nise si ka kufi. Ti jeton në Berlin? Po. Kemi qenë në Do me thënë ti nuk jeton në Gjermani praktikisht, jeton Po, ne jetojmë në Gjermania, jetojmë në përballë Stambollit, në krahët të Tiranës, te qosheja e Prishtinës, e kupton. Jetojmë kudo. Gjithë anshëm atje. Kështu që nuk është se je shumë në kontakt ndoshta me gjermanët e vërtet. Jo, unë kam qenë në kontakt, domethënë për shkak të industrisë ku punoj, si inxhinier ndërtimi, domethënë ti është dega më konservative, domethënë dhe kam pas të bëj me lloj gjermanësh të ndryshëm, domethënë dhe akoma sot kësaj dite kam të bëj me ata, por ideja është mbasi duhet mundohet, është si lidhja romantike, domethënë lidhja në punë është një gjë, nëse i ushtron kohën e duhur, nëse ke interes të kalosh mirë, domethënë edhe nëse mund të duken pak sota por racista kur kalon një farë kohë, domethënë ti tregon veten dhe e provon veten. Edhe ata janë coconut society, janë të fortë nga jashtë, domethënë, por kur e shpon atë lëvoren janë vërtet shumë të butë. Nëse arrin ti bësh për vete, domethënë i ke gjithmonë, kurse ne jemi e kundërta domethënë. Të shqiptari, pikërisht. Për qenë më të keqet, mund të kesh bërë 1000 të mira dhe kjo është e vërtetë dhe këtë e thot çdo njeri nga ne. Si unë, si ti, e kemi vetë në natyrën tonë që nëse hedhim poshtë për gjë më të vogël. Harrojnë çdo gjë. Jemi pitch society, kështu ndajmë. Pitch society, coconut society. E kupton? Ne jemi pitch society, që jemi në fillim jemi direkt shumë të butë, mund të arrish deri në zemër në fund, pa kur arrin atje domethënë duhet një gjë më e vogël edhe shqiptarët, ndoshta gjermanët janë ndryshe, po do ketë shumë vende të tjera që ndoshta janë jugut. Po, se gjermanët e kam dëgjuar dhe unë që janë dhe shumë më të ftohtë në fillim, edhe ndoshta të evaluojnë pak situatën, e analizojnë pak më mirë gjën. Normal, nuk fusin çdo njeri në zemër. Ndërsa ne jemi shumë më të afrushëm edhe pastaj kur na thyet zemra kemi këtë pjesën që të hedhim poshtë. Nuk është as pak e mirë, mua s'më pëlqen si gjë, por që Po që të rikthehemi çik tek thelbi i asaj që po diskutonim, ne ta kthem nga ana tjetër. Çfarë mendimi keni juve për këto kërkesat që meshkujt kanë, domethënë para lidhjes? Se duke u nisur nga këto episode që unë si përmenda tuaja, domethënë që normalisht jo sugjeroj gjithëve që dëgjojnë këtë episod të shkojnë tek podcasti juaj dhe të dëgjojnë.
Kur juve thonë ato, domethënë dëshirat tuaja, kërkesat që keni ndaj një partneri, domethënë ideal apo etj etj. E njëjta gjë ndodh edhe me meshkujt, domethënë, po un kam vënë re që kur një mashkull thotë që un dua këtë, apo ti je mos më pse çfarë është, mama jote është ajo të bëj ato, apo ikë do e ke parasysh ne çfarë do lloj gjëje të kërkoj një mashkull, domethënë, është automatikisht jo, je automatikisht player që ti po how dare you të kërkosh gjëra ti. Shiko, është pak personale, nuk do mendoja kështu. Cili ka një këndvështrim vetin e shef se si e mendon ai. Unë nuk e mendoj kështu personalisht. Domethënë unë mendoj që ti siç pretendon të marrësh disa gjëra ose ku diun të plotësohen ca dëshira nga ana e mashkullit, edhe ti do pretendosh që edhe ti plotësohen këto dëshira nga ana jote. Edhe çdo gjë çështje, ku diun, komunikimi edhe gjitha gjërat edhe të flasësh, të komunikosh, të tregosh. Kjo është në fakt po mendoj pak për kërkesat e meshkujve. Çfarë kërkesat kanë meshkujt shqiptar? Ata bën një vajzë të mirë. Puna është që Pari. jo, këto gjërat ata fillojnë Ti familjare, besoj unë kur bashkëjeton me ta, se kur je në lidhje me ta, Jo, thon që dua që të më përgjigjesh në telefon kur ti bie në telefonit, apo ku diun, nuk dua të dalësh me atë, dua të dalësh me janë ca këtë, gjëra që të veshësh. Këto pastaj janë gjëra shumë sipërfaqësore, mendoj unë. Ndërkohë që ne ato çka kërkojmë ne janë pak më të thella, vërtet është. Po nuk janë, ja t'ja u shpjegoj me që ju duken si përfaqësore të gjitha. E zëm po marrim gjithmonë atë shembullin laboratorik të mëparshëm. Po marrim një mashkull normal që nuk është idiot apo fanatik etj etj. Ajo gjëja që thotë që rob përgjigjesh telefonit është para fare sepse ne edhe pavarësisht se juve nuk e doni ta kuptoni që neve e kuptojmë se sa e vështirë është për juve, ne prapë e kuptojmë, domethënë se sa e vështirë e rrezikshme mund të jetë, domethënë jeta për një femër, sidomos kur flasim domethënë për orë të vona apo për qytete që nuk i njihni, apo ti që je në Bonn, domethënë edhe unë qoftë do isha vajzë në Berlin etj etj. Edhe normalisht një mashkull ka përveç atë që thash më përpara shtyllën e mbështetjes, e dyta është edhe mbrojtje, domethënë pavarësisht se në vitet e fundit kjo ka kaluar në mënyrë pasive më shumë se sa aktive, domethënë se normalisht ekziston shteti, rregulli, policia, tjetri. Ideja është që një mashkull gjithmonë by default mundohet të ketë rastin ose të ketë mundësinë të ndihmoj. Në momentin që ti mashkullit ja heq këtë mundësinë që të ndihmoj, ai, domethënë, çdo lloj gjëje që ai mendon për veten shkatërrohet komplet. Dhe ai nuk dihet më mashkull nëse ti i heq mundësinë që ai të kujdeset që paraprakisht, ta parandaloj diçka që mund të ndodhi ty, domethënë. Normalisht shumë goca e kanë edhe anshmërinë të kuptojnë të që po, ai është kontrollues, ai nuk më mbylli këtu, më mbylli atje. Jo, është ideja se normalisht do kesh shoqërinë tënde, do dalësh me shokët, do dalësh një me kolegët e punës, siç e ka çdo njeri tjetër. Është gjë të jetë normale. Ne kemi edhe një gjë tjetër, nga që jemi në meshkuj. Këto gjëra. Nga që jemi meshkuj vet, njohim edhe meshkujt e tjerë. E kupton? Personi duhet të ti limite, domethënë të gjithë të dy anëve, edhe unë limitet e një partner ideali, edhe ai të mia. Domethënë kjo është ajo që ndoshta duhet ishte tamam, se okay, ne e kuptojmë se ndoshta edhe ne i bëjmë këto pjesët e jo protektivitetit, po faktit të kërkimit llogarisë. E bëjmë dhe ne, edhe femrat e bëjnë këtë, që kërkojnë llogarisë ku po shkon, se për aq kohë sa ti je në një marrëdhënie, normalisht do apo s'do do mendosh dysh. Domethënë nuk do mendosh më vetëm për veten tënde, është absolute kjo. Kështu që është normale. Po që pastaj diun është dhe pak se ideja është kur femra kërkon një llogari mashkullit, për neve kjo është e mirëqen, domethënë që plako po të morën telefon thjesht hape, mbaro punën edhe vazhdojmë, kupton? Kurse kur një mashkull bën jetën gjë, domethënë automatikisht nuk mund ta mohojmë që etiketohet nga masat si kontrollues, domethënë. Pavarësisht se është në thelb është e njëjta gjë që bëjnë të dy. Të dy bëjnë një të njëjtë, domethënë. Ajo kamera kurse ky është player. Është varet se po sepse ne thamë që edhe nuk kemi të barabartë, po prapë se prapë. Ne vajzat e kemi, ne nuk e bëjmë për Okej, nuk besoj që një mashkull po të thot mua jam këtu me shokët e mi, edhe nuk e di, do rri 1, 2, 3 orë, e unë do ta shqetësoja. Nuk e besoj. Ne kur duam që ti të na hapësh telefonin,
e bëjmë për faktin që nuk e di, si e përgjigjur mbi besore dhe ke harruar fare ekzistencën tonë ose nuk na ke treguar se ku je, po nuk besoj që një Vjen një aromë aty. Po, thjesht kemi këtë shqisën e Kemi një intuit. kemi një shqis tjetër në femrat edhe atëherë shqetësohemi edhe Është thjesht vendoseni veten tuaj gjithmonë në këto raste në mesjet kur nuk ishte telefona dhe kur ai largoi për të shitur misrin që kishte korrur, domethënë do kthehej gjithmonë mbas një dite ose mbas 2 ditësh. Si ja bënin atëherë? Kështu mund ta bëni edhe ju sot. Tani jemi në kohra të ndryshme, jemi adaptuar shumë mirë duhet ta themi me kohën. Edhe kemi kohën e gjithë botës për të kthyer. Një 5 sekonda SMS është shumë e thjeshtë, as 5 sekonda, ndoshta më pak. Kështu që po unë besoj që ne po patëm dyshime ose merakun e madh, ka diçka aty. Po, është vërtet. Nuk zgënjeni tuita femrës. Siç e tham, sa ju e keni të vështirë ndoshta për ta besuar një femër në fillim. Pastaj më vonë ndoshta bëhet më e thjeshtë, ndërsa ne po filluam të kemi ndonjë dyshim ose ndonjë merak, ka diçka aty që po luan, se nuk ndodh kot. Ose ideja është varet edhe në çfarë meseleje je, domethënë se ka diçka që lidhet edhe me shoqërinë mes meshkujve dhe femrave, domethënë se nëse një miku im më vjen mua dhe më qaret për radhët e lidhjes vetëm, gjëja e parë që do i bëj unë atij, domethënë është i them që plako, do you have all your shit in order, domethënë që jeti në rregull një herë përpara se fillojmë atë, jeti në rregull kurse femrat se bëjnë këtë, se tani dim të gjitha klishet që qarkullojnë që sa ndodh diçka, po ai të kam thënë, ai është plera, ai kush e di, ai bretha ndej vetë këtej. Jo të gjitha, po, një pjesë e madhe. Jo të gjitha. Unë do të thënë që ne analizojmë shumë situata. Edhe nga shkojmë shumë në detaje, nga 100.000 këndvështrime. Ne të dyja mund ta bisedojmë diçka që ka ndodhur 1000 herë edhe prap do arrijmë në konkluzionet të ndryshme dhe do gjejmë prova materiale të ndryshme edhe të reja. Kështu që nuk e besoj atë që ne shikojmë vetëm tek personi përballë. Madje do thënë me justifikojmë më tepër se sa duhet. E vërtet. Kjo që ne unë mendoj se është komplet e kundërta, domethënë për të vetmi fakt sepse vetëm fakti që ju i analizoni 100-200 herë, domethënë tregon që juve nuk toleroni, kurse mashkullit e diskuton një herë me atë që ka për të diskutuar dhe në bazë të asaj vazhdon përpara, domethënë, edhe i jep drejtim deri sa kjo gjëja që ai ka nisur të provojë ose gabim ose të saktë. Atëherë ai fillon prap. Kurse derisa të analizoj unë ose të gjej unë kohën ose më saktë të gjej unë atë lirinë mendore, domethënë që të shoh telefonin nga puna, partnerja ime mund të ketë bërë kështu një 10 scenario, domethënë çfarë është duke ndodhur me këtë deri tani. E kupton? Do të shpjegosh çdo lloj gjëje. E kupton nga mbrapa. Komplikuara pra si qenie, çfarë të bëjmë ne tani? Nuk e ndihmojmë dot. Është natyrë. Por që është mirë të ndajmë eksperienca dhe është mirë që edhe mashkulli ta shpreh dhe ta thotë këtë gjë se çfarë kërkon. Po pra se dhe ndoshta do ta kuptojmë, kërkesa e tij kryesore, eksakt, kërkesa e tij kryesore ti thot partnerës së tij, dua një qetësi shpirtërore dhe mendore. Meshkujt nuk e bëjnë përgjithsisht, nuk e kërkojnë, nuk e atë që ndjejnë, nuk e shprehin asnjëherë. Edhe kjo ndoshta e shprehim sepse nëse ti jeni në lidhje domethënë me një mashkull ai thotë që tash se dua qetësi. Gjëja e parë që do i thoj femra do i thoj po pse vetëm ti do qetësi, po unë nuk dua qetësi, po unë isha këtu atje, po unë bëra këto këtu, po pse vetëm po unë çfarë mua më gomari më ka bërë mua dhe mua nëna më ka bërë. Gjithsesi, për ta thënë siç e ka thënë Grida Duma, femra shqiptare është realisht heroike dhe kjo fillon që në lidhje që jemi të gjithanshme dhe këtë pranon edhe nga femra që mund të kesh ti në jetën tënde. Nuk e diskutoj fare, as nuk e vën dyshim. Jemi shumë të gjithanshme, siç jemi edhe të komplikuara edhe se e kupton më së miri edhe te nëna jote. Eksakt, edhe çfarë kupton se sa se kështu, si që edhe vetë që nuk e di fjalën si e the, matriarkat. Eksakt. Se kjo vjen nga nëna tona që thonë ndonjë gjë te baballarit, i ke përsërisht përpiqen që ta rregullojnë situatën në mënyrën e tyre. Edhe normalisht ajo çka doja të thoja është që jemi qenie të komplikuar sepse mendojmë gjatë e gjitha tjera, i marrim parasysh të gjitha situatat e mundshme. Edhe japim shumë nga vetja.
edhe këtë e fillojmë që në lidhjen, që në njohjen e parë. Kupton, është e lindur tek ne, është e lindur tek ne. Ne nuk është se po ta kemi partner, nuk e di sigurisht. Kuelam. Siç e tham që edhe më përpara që ne si femra dhe meshkuj që nga fiziku, nga funksionet dhe çdo gjë tjetër nuk jemi të ndërtuar një lloj. Kështu që nuk besoj që jemi të barabartë në asnjë lloj forme dhe nuk do besoj që do jemi të barabartë në ndonjë të ardhme tjetër. Asnjëherë. Ndoshta do marrim shumë backlash për këtë gjë, shumë komente negative, po kjo është mendimi jon. Por sigurisht është dhe një temë shumë delikate, sepse si femra e dim se në cilat rreziqe, ashtu siç e dini dhe ju për ne, në cilat rreziqe shfaqemi në jetën tonë të përditshme, edhe në punë, edhe në jetë, edhe në marrëdhënie, kështu që domethënë ekziston, por janë situatat ndoshta të njëjta, por jo prapë mënyra situata është e njëjtë, por ne nuk jemi të njëjtë. Po. Kështu që kjo lufta që po fillohet nga feministët nuk besoj që na bën ne mirë si femra. Këtë do thoja unë, nuk e di. Edhe unë edhe një gjë mendoj, sepse gabimi që bëhet gjithmonë nga feministët është e zerojnë çdo lloj fortësie që ka femra. Domethënë se kjo është gjë që kur ne themi që nuk jemi të barabartë, nuk do të thonë që meshkujt janë më mirë se femrat, po thjesht meshkujt janë të mira për ca gjëra, femrat janë mira për ca gjëra. Eksakt. Ajo çka bëjnë kjo varla e fundit e feministëve është që thotë ne do konkurrojmë me meshkujt në arenën e meshkujve. Që sa të ketë diell mbi këtë tokë asnjëherë nuk do arrijë. Pikërisht, është njësoj sikur një mashkull të konkuronte në arenën e femrave, domethënë që prapë nuk do arrinte asnjëherë, është e paarritshme sepse ashtu jemi ne të ndërtuar. Domethënë, thjesht ideja është që nuk e di sepse kjo bëhet, nuk e di se kujt intereson ky fakt. Flitet në këtë lloj forme, sepse siç ka meshkuj, eksakt, sepse siç ka femra që mund të konkurrojnë me meshkujt, nuk është se nuk ka. Thjesht ato duhet ta bëjnë si njerëz normal edhe pse jo, pa i dhënë një zë, nuk e di. Nëse thjesht ngre zërin kot më kot, thjesht ku diun, më duket sikur i bën dëm më tepër se sa e zhvillon gjë. Sepse siç ka edhe meshkuj që janë make-up artista shumë të mirë që deri para nuk e di 5 vitesh as nuk mund të mendoj. Po tani pse duhet të dalin edhe meshkujt e to, po prit tani. Ti me qenë me vogël. Sigurisht që do ketë njerëz që do jenë të mirë në arena të ndryshme, por kjo nuk do të thotë që të gjithë femrat mund të jenë të mira në mundje, për shembull, nuk e di në ça sportesh apo në gjëra aktivitete ku realisht ja të ndajmë diçka, domethënë që është një teori që unë kam menduar vetë, kam zhvilluar vetë, domethënë që unë jam i bindur që unë mendoj Bleon, domethënë është që femrat janë më humane, më njerëzore se sa meshkujt. Domethënë dhe mua më është bërë jashtëzakonisht shumë kritik për këtë pjesën, por unë vërtet mendoj që femrat janë më njerëzore se sa meshkujt, sepse vetëm fakti që në përgjithësi janë shumë herë më të ndjeshme, domethënë dhe dinë të lexojnë ngarkeca emocionale që meshkujt nuk, të themi të drejtën, nuk i bëjnë dot në të njëjtën mënyrë, domethënë do të thotë që ti automatikisht i kushton më shumë vëmendje mirëqenies së individit, edhe normalisht i jep ty një përparësi si për të përmirësuar gjendjen edhe për të manipuluar nëse ke ato dëgjon çfarë qëllimesh mund të kesh, mund ta manipulosh dhe kot nuk është as shpreh që drejt mashkullin si zinxhir, domethënë. Ke parasysh se normalisht e din se si funksionon ndjenja, domethënë, edhe për shkak se kontrolli është ose jo kontrolli, por dituria për mbi ndjenjat nga ana e femrave është më e madhe, automatikisht kanë edhe më shumë kapacitet për të interpretuar këto. Kurse meshkujt, domethënë, nëse ndjejnë diçka kështu, nëse ndjejnë keq, domethënë, gjëja paraqiten që what the fuck is wrong with me, domethënë, pse po ja vën fajin vetë, çfarë po ndjem, ri urt aty mbyllë gojen. Po. Edhe nuk ka gjë. Shumë e vërtet. Kështu që pse jo të mos ti përforcohen, domethënë siç kemi ne gjërat pozitive, ashtu kanë edhe meshkuj gjërat e tyre pozitive dhe anët që ne femra ndoshta nuk do t'i bënim. Edhe prandaj është mirë kur
Jetoj në një shoqëri që ndërveproj të dy bashkë, sepse ai është çelësi mendoj në suksesin. Po, shumë e vërtet. Edhe ne jemi që nuk do ketë kur barazi në këtë formë. Por që Edhe feminizmi që jepet kaq shumë zë, sepse ti secili ka të drejtat e veta. Është feminizëm i Drejtat janë gabuar. njerëzore, nuk ka lidhje femra apo mashkull, Domethënë, mendoja unë. Është feminizëm i gabuar, do thoja unë. Është i egzageruar. Egzageruar. Sepse ne femrat unë nuk ndihem e përfaqësuar nga ajo lëvizje. Domethënë, nuk më përforcon mua të drejtat e mia. Ose nuk më jep më shumë të drejta, nuk e di. Domethënë ndonjëherë më përball edhe në situata të vështira, sepse e tham që meshkujt po ndryshojnë për shkak të këtyre lëvizjeve dhe këtyre gjërave që ndoshta mua nuk më pëlqejnë fare. E kupton? Kështu që edhe themi ne sot ankohemi që s'marrim përgjegjësi normale. Po sepse nuk duan më. Duan më sepse dinë që ndoshta ne vërtet jemi të afta dhe ose do gjykohen, që është shumë e keqe, kështu që pse jo. Megjithatë, gjithë secili duhet ta jetojë jetën ashtu siç e do vetë, edhe të luftojë për atë që idealizon edhe atë që mendon, si mashkull, si femër. Si femër, kështu që grupi feministëve le të vazhdojë edhe ta jetojë jetën e tyre ashtu siç ata duan. Domethënë, nuk është se do i bëjmë gjë ne, por që unë nuk ndihem e përfaqësuar të drejtën. Gjithashtu. Por që ekziston edhe fakti që ne, domethënë, pjesa e pavarësisë vjen edhe si pasojë e do i shohin gjitha pasojat, domethënë pas disa vitesh që do ndodhin gjitha gjërat që ndodhin edhe në Gjermani me perëndimore, po për shembull femrat gjermane gjithnjë më tepër duan që të bashkohen me të kulturave jugore, kupton? Kulturën nuk e di, meshkuj që vinë nga Arabia, meshkuj që vinë nga Shqipëria, meshkuj që vinë nga Spanja, Italia, sepse ato e kanë parë më përpara nesh feminizmin edhe këtë ndryshimet që kemi, edhe sa pak të drejta kanë, edhe sa të drejta kanë meshkujt, por gjithsesi u pëlqen më shumë anët e tjera, domethënë që nuk janë të feminizmit. Se disa u shpreha qartë në këtë pjesë. Por më duke shumë temë delikate të them drejtën, se siç e thash, jam femër vetë dhe e di që në shumë raste ndihem e paragjykuar, e pasigurt. Po sepse bëhen nga këto gjërat e reja, po bëhen meshkujt sado vinë më pak sado kokalon. Po. Kështu që nuk e di. Por duke kaluar ndoshta tek pyetja fundi, se ne kemi një episod që kemi vënë titullin është shumë e vështirë të jesh një mashkull në Shqipëri. Se ne flasim gjithmonë për problemet që kanë femrat edhe sa e vështirë është jesh femër. Kur edhe ta kuptojnë mashkullin. Nëse nuk e ke dëgjuar, të ftojmë ta dëgjosh ato episode. A është vërtet që është e vështirë të jesh një mashkull në Shqipëri, duke qenë se edhe ti vetë e di se si është jeta në Shqipëri dhe se si është jeta në Gjermani ose jashtë shtetit? Nëse nuk e kupton pyetjen, ne kemi më shumë me idenë që ose të paktën në çfarë përballet mashkulli ndoshta në Shqipëri. Ne flasim shumë për këtë pjesën që mashkulli duhet të jetë provider, duhet të jetë shtylla kurrizore e familjes, edhe ndonjëherë nuk është e mundur. Një mashkull ndoshta nuk di sa më dëgjoni mua, domethënë po ti je mashkull në Shqipëri, po edhe në shumë të tjera, nëse ata do të trajtojnë ashtu siç duhet, është vështirë. Më dëgjoni juve mua, se më duket sikur s'më dëgjoni. Jo, të dëgjojmë. Po të dashur miq, për arsye se disa probleme teknike që ne kishim fatkeqësisht për një pjesë shumë të gjatë e episodit, por që në fund u përkeqësuan shumë herë më shumë, jemi të detyruar ta konkludojmë këtë episod, që normalisht ne detyrimisht do e vazhdojmë në një episod tjetër, kështu që thjesht qëndroni me ne, vazhdoni të ndiqni Buçi Podcast dhe biseda që është lënë fatkeqësisht me gjysmë me goca të interesante do vazhdoj në një episod
të ardhshëm që normalisht do rekomandohet dhe në këtë video kur t'i vi koha, por edhe në episodin e ardhshëm duke i bërë lidhjen mes të dyja pjesëve të njëjtës bisede. Deri atëherë, qëndroni me ne, bëni like, bëni koment, ndiqni Buçi Podcast në çdo lloj platforme online si Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, kudo që ju të doni. Në ndiqni edhe në Patreon. Atje çdo episod del kohë përpara. Ndiqni në Spotify, që është platforma primare për momentin. Dhe normalisht prehin dhe mendimin tuaj. Ndajeni mendimin tuaj me ne, sepse është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë debat për temat të tilla, edhe temat të tjera të ndryshme në episodet e tjera, sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që ne të debatojmë dhe të flasim me njëri tjetrin për ato çka ne mendojmë se janë gjëra të rëndësishme për të ecur përpara të gjithë së bashku. Deri atëherë unë ju përshëndes, ja kalofshi mirë që të gjithë, edhe mirupafshim. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.